Diskutim për dashurinë dhe ndjenjat. Ludo dhe Alba flasin për Elionën dhe Klodin në shtëpinë e Big Brother Kosova. Marrëdhëniet ndërpersonale janë gjithmonë në qendër të vëmendjes, dhe shpesh çdo emocion i vogël mund të kthehet në debat të fortë ose diskutim të gjallë. Një nga këto momente ka qenë diskutimi mes Albës dhe Ludos për Elionën dhe Klodin, të cilët sipas banorëve të tjerë dukeshin të dashuruar dhe të lidhur emocionalisht. Tema e tyre nuk ishte thjesht një vëzhgim i jashtëm, por edhe një reflektim mbi mënyrën se si ndjenjat ndikojnë në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ludo shprehu mendimin e tij, duke e parë situatën me një qasje paksa kritike. Ai theksoi se të gjithë banorët e tjerë shpesh e ndjejnë presionin kur një çift është i dukshëm në afeksion dhe dashuri. Ai e konsideronte normale që ata të jenë afër njëri tjetrit, por pyeste nëse kjo mund të bëhej e bezdishme për të tjerët, nëse ndonjëherë duhet të respektojnë hapësirën e banorëve të tjerë. Alba, nga ana tjetër, u tregua më e qetë dhe mbështetëse. Ajo vuri në dukje se Eliona dhe Klodi janë thjesht të dashuruar, dhe nuk ka asgjë të keqe që të shprehin ndjenjat e tyre. Është normale që të jesh i dashuruar dhe të shfaqësh ndjenja për njëri tjetrin, tha Alba me vendosmëri. Nuk ka pse të mendojmë se kjo është një gjë negative apo që dikush po i vret kohën ose po i shqetëson të tjerët. Normal është që të rrisësh ndjenjat dhe të jesh pranë njëri tjetrit. Diskutimi mes tyre shërbeu si një reflektim mbi marrëdhëniet e ndërsjella, ku respekti, hapësira personale dhe shpreha e ndjenjave janë të gjitha pjesë e një balanci delikat. Për Alban, shpreha e dashurisë nuk është diçka që duhet të fshehet apo të gjykohet, por është një pjesë e natyrshme e marrëdhënieve njerëzore. Për Ludon, ishte një mundësi për të kuptuar më mirë emocionet e tjetrit dhe ndikimin që këto ndjenja mund të kenë në dinamikën e përgjithshme të shtëpisë. Banorët e tjerë, duke ndjekur diskutimin, nuk e patën të vështirë të dallo.